ki frikë nga bërja dua e atij që i është bërë pa drejtë. Fa innaha laysa bainaha wa bayna Allahi hijab. Nga se mes lutjes së tij dhe Allahut Azza wa Jall nuk ka perde dhe nuk ka pengesë e cila e ndalon që ajo të pranohet. Kështu të nderuar besimtar, një profesor i yni në kohën kur ne ishim në studime, në zbërtimin e këtij hadithi të pejgamberit alayhis salam na pati sjellur një ngjarje të vërtetë, ku rrëfente duke thënë se një person kishte shkuar në një nga administratat shtetërore për t'i rregulluar disa dokumente të cilat i nevojiteshin atij dhe familjes së tij. Dhe kur kishte shkuar në këtë administrat, në vend se të haste në një zyrtar i cili do ta krinte punën me rregull, me dinjitet dhe përpikmëri, do t'i udhëzonte njerëzit ashtu siç duhet, aty e gjeti një zyrtar të pamëshirshëm, arrogant dhe njeri i padrejtë. Ky person, ky zyrtar e maltretoi këtë njeri dhe sa herë që shkonte me dokumenta i thonte se ky dokument mungon. Duhet ta sjellësh edhe këtë. Shko bëre edhe këtë tjetrin. Edhe atë tjetrin kështu e maltretoi disa herë me radhë. Dhe nuk ja krynte punën për rregullimin e atyre dokumenteve. Pas disa ditëve ky njeriu i shkret, ky njeri i thjesht, ky njeri i cili nuk ishte të njohshëm, po i kompleton dokumentat e cilat i kishte kërkuar ky zyrtar i pamëshirshëm. Dhe po i shkon me të gjitha të plota, kur hyn në zyrë atë, ja qet përpara thot të gjitha dokumentat e cilat mi ke kërkuar deri tash thot t'i kam sjellur. Thot shpresoj që sot me më kry puna. Dhe ky zyrtar i padrejt i kap dhe në sy tina i shkyn letrat dhe i thot se sa t'jam unë qëto, gjithë pozit, kur t'i s'ki me mujt me rregullu këto dokumente. Për çfarë arsye? Për shkak se ky e ka pozitë dhe ka mundësi t'ja bëjë një dëm këtij personi të pa mbështetur dikun. Mirë po ky kishte harruar se ky njeri ishte mbështetur në Allahun Azza wa Jall. Dhe nga kjo pamje, nga kjo maltretim i gjatë, nga këto mundime të shumta që ja sjellin, e bëri një dua dhe nërsy i tha. Tha Allahu ta coptoft trupin tënd, ashtu që i coptove ti këto letrat e mia. Pas disa ditëve, pasi që ati që ishte bërë pa drejt, ishte lutur kundër ti, thot është gjendur ky zyrtari në një aksident trafiku. E kishte goditur një vetur dhe trupi i tij ishte gjendur i coptuar i tërë ashtu që ishte lutur personi të cilit i është bërë pa drejtësi. Kështu të nderuar besimtar, kjo nuk është një histori e cila tregohet se është shenjë hakmarrje. Jo, kjo tregon drejtësinë e Allahut Azza wa Jall dhe tregon se sa është e rrezikshme duaja atij personi që i bëhet pa drejtë. Sa është e rrezikshme ajo lutje ku njeriu nuk ka mbështetje tjetërkon, nuk gjen dikë që e ndihmon pas Allahut Azza wa Jall. Atëherë këtu dhe ki frikë të madhe për shkak se atëherë është mes rrezikti.